Jam Klevis Sandoci, vi nga ekipi i Laçit. Jam shumë e kënaqur se jam pjesë e ekipit kombëtar. Nuk është hera parë, po çdo herë që vi këtu është një emocion vete, shumë bukur. Kurse videmi me gocat është shumë emocion. Kena kënaqësi me njëra tjetrën, lozna, lojna. Është shumë bukur domethënë. Nuk është hera parë, unë kam luajtur edhe ndeshje tjera dhe mendoj që i kena cilësitë. Kena me luajtur me Moldavin, me Kosovën, me Andorën dhe mendoj që mundna me ja dal. Unë jam shumë e lidhur mas futbollit, kam që 10 vite domethënë, mund t'jenë edhe me shkputje, po janë shumë bukura dhe e kam si objektiv mu bë futbollistja, paktën mrena vedit, si ma mira në Shqipni dhe e kam shumë pasion futbollin. Dhe mendoj që me shumë sakrificë mundu me ja urrit asaj, edhe pse jo me qenë pjesë e ekipit kombëtar të madhe. Jam Glidja Kodra, vi nga ekipi i Tiranës. Ftesën e prita me shumë emocion, gjithashtu ftesën e parë ja dhash babait, i cili unë ndjej shumë i lumtur, pasi ai donte që unë t'isha shumë pjesë e kombëtares. Gjithashtu e priti me shumë gëzim, saqë erdhi në shtëpi i shumë i gëzuar. Pata mundësi dhe ata u gëzuan shumë, nga që e gjithë shkolla e din që jam pjesë e një ekipi si Tirana. Gjithashtu do e ndjejnë shumë mungesën time. Do t'jem dikushi me qëllimet të bëhem futbolliste. Dua që me shumë sakrificë dhe punë të arrij atë që dua, pra të bëhem pjesë e kombëtarës të ekipit të parë. Ne do luajmë disa ndeshje, po me shumë punë do arrijmë gjithçka. Pra do të fitojmë.